Live from Tirana. Live from Tirana. Ke shena Gjenstresh Live from Tirana, po jo vetëm. Jo vetëm sigurisht, sepse virtualisht kemi një tjetër të ftuar shumë special. Po nga këta të ftuarit me potencë, quaj unë. Nga këta të ftuarit që kur vjen puna për të folur për dashurinë e kafshëve, po dhe njëkohësisht për të protestuar për të drejtat e tyre, ajo është gjithmonë aty. Dorina Mema, zonja e Zotrin, në Top Radio. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë Dorin, ti me shëndet si e? Mirë jemi. Në punë? Nëjësi që jam me ju? Faleminderit. Një lloj për ne, faleminderit shumë. Para se dalim në temë do të të pyes çfarë projekti të gjen të radhës me gocë që nuk ditë të ndalesh një herë. Tani, me thonë të drejtën, ju futëm pjesës të trupit, por kam dalë të genetika, më pëlqen. Dhe besoj që do mbaj dhe specializimin e fundit për sa i përket nutricion molekular dhe dua të krijoj diçka time, një blok suplementar kundër plakjes. Oh, Ku mund të aplikoj? që t'jemi brenda. Herët jemi, po jo ne vëlla. Kërkon punë, studime që t'je diçka e saktë. Të uroj, realisht të uroj suksese, se vërtet je, dhe më thënë, nuk di me undal. Pik, nuk ka fjalë që mund të ta përshkruaj më së miri. Ja. E dashur të pyes pak për lidhjen tënde me kafshët. Mund na thuash kur ka nisur, si ka nisur, pse ka nisur, kafsha e parë që ka rënë në dashuri me? Kjo nuk lind me ty. Ose më saktë, kur ka nisur të artikulohet, si ndjesi në një farë mënyre? Besoj, unë jam rritur në Kruj, edhe kur kemi qenë vegjël, kemi mbledhur shumë kafshë rreth rrotull pallatit, i mbanim me kolibe që mos na i brisnin, se i brisnin me çifte atë kohë. Edhe ishte organizatorja e pallatit dhe detyra e fëmijëve ishin që të mçikshim kafshët. Edhe merrnin bukë fshehur nga shtëpia dhe ja çonim atyre të kolibet. Ishin vetëm 7-8 vjeç. Fantastike. Kjo ka qenë djallëzia jonë. Dhe kjo nuk është e ardhur lind, domethënë janë të ndarë disa njerëz që janë ekstremisht të dashuruar me kafshët, ka dhe njerëz që nuk është se nuk i duan, por i kanë frikë, nuk janë mësuar me to dhe nuk i pranojnë dot për tyre. Disa thonë kemi alergji, ku alergjia ndaj kafshëve nuk ekziston, por thjesht ndjesia e frikës. Kupton, dhe rrit shumë hormonin e stresit edhe arrin deri në skuqe dhe kujtojnë se i bën alergji. Nuk ka alergji ndaj kafshëve. Nuk ekziston alergjia ndaj kafshëve, sepse nuk e prek gjakun tënd, sepse nuk atakon kafsha me ty, nuk e se si në një distancë ti të skuqesh, se nuk të bën asgjë kafsha ty. Në këtë botë, në këtë dynja kemi ardhur të gjithë në një zinxhir mbijetese dhe ky zinxhir mbijetese secili element, pra hallk apo kafsh ka rolin e tij në këtë zinxhir. Dhe ndaj e pranojmë njëri tjetrin. Dhe ndaj duhet patjetër të respektojmë dhe rregullat e bashkëjetesës. Duke respektuar këto rregulla bashkëjetese, asgjë nuk ndodh. Nëse ne arrim që, për shembull, këtu janë qenë pastra, arrim që t'i japim një salshiçe ujë dhe një kolibë të vogël kundër shiut, dhe qenë pastra, sikurse i kemi parë në Stamboll, për shembull, mund të jetojnë me ne. Stambolli është plot rrugët, dhe askush nuk i ngacmon. Përkundrazi, ata janë shumë të dashur kur ti i takon, dhe pse s'të njohin, sepse kanë marrë dashuri. Dhe atë që marrin, atë jep kafsha. Shumë bukur, kishte edhe mesazh. Ishte një super mesazh. Të pyes pak Dorin, ka pasur momente pse jo nëse mund të ndash ndonjë rast të vështirë pse jo në jetën tënde që një kafshë shtëpiake ose jo vetëm ka qenë aty për ty dhe të ka dhënë një farë force për të vazhduar më tej. Qoftë edhe një, nuk e di, edhe një tundje bishti, pse jo. Aktualisht këtu e kam bënë me vete. Okej. Boja ka 9 vjet me mua. Mërësitja më e madhe që kam pasur është kur po zbrisja valiçet nga makina dhe vjen një komshi me shumë shpejt edhe fëmijë ishte ai dhe kishte shkelur dhe e shkeli. Boja ngordhi, domethënë ka ndenjur në koma. Doktore Mreja ma ka shpëtuar. Se nuk ja bëri qilpërën për ta dhënë gjumë, po e mbanin dhe 3 net e kam mbajtur ditën natë me vete, i këndoja këngën e vet. Edhe u zgjua i prem këmbën, pastaj ndajesh me 3 këmbë, po vrapon sa nuk e kapim dot më. E do jetën, sepse më do mua. Bukur. Çfarë kafshë ishte kjo konkretisht? Boja është qeni që më kam tani. Aha. I cilës racë? Famozi. Është pomerani i shartuar, nuk di çfarë është, por shumë i zgjuar. Gjithë e duam, gjithë.
Mund të na ndash disa nga momentet më gazmore me të, nuk e di, disa nga aktivitetet më gazmore, pse jo? Ose gjëra që ti të kanë bërë përshtypje në raportin tuaj bashkë. Përshtypje më ka bërë përshtypje qëndrimi i bos si njeri me mua në makinë, dëgjon, i them dalo, semafori, qëndrimi i saj ndaj vajzës time, xhelozia si fëmijë, ajo kujton se është një fëmijë. Ajo nuk e koncepton dot që është një qen. Sepse ka xhelozi ndaj vajzës. Kur vajza thotë, jam unë goca mamit, kjo i lef, dhe kthehet nga unë. Domethënë, ka disa qëndrime që kupton çdo fjalë. Duket nga që ka ndenjur 24 orë me mua. Dhe ka marrë, nuk e di, ka mësuar çdo gjë. Dhe qëndrimi që ka në makinë dhe i polica. Nuk i do dhe nuk i lejon as të kërkojnë dokumentat. I bën mbi makinë dhe kjo është prona ime, mos i fol mamit. Domethënë nuk lejon as kënd të më flasi, është aq e vogël, një punë që është protektive ndaj të vogël. Po sepse njerëzit do, nuk ka fshon kur, po i do njerëzit. Është sociale pra në një farë mënyrë. Po dallon, arrin të dalloj tendencën. Domethënë, kur ti po më flet me dhun, kur ti po më flet për të kërkuar diçka, kur ti ke një tendencë të keqe, dhe dallon tendencën e mirë, nuk i lësh kur njerëzve që kanë tendencë të mirë. Dhe kjo më çudit me qenë, këto dinë, këto kuptojnë. Këto dinë çdo gjë. Dorin, dua të ndalem pak, okay, nuk është e bukur për të diskutuar, por duhet diskutuar. Jemi viti 2021. Dhe kafshët fatkeqësisht sot e kësaj dite keq trajtohen në një mënyrë jo makabër, po nuk e di sadiste në një mënyrë, nuk e di se çfarë epiteti mund t'i vendos. Si ka mundësi ende pas kaq shumë vite zhvillim, ne ende në disa gjëra mbetemi jo të pazhvilluar, po të paformuar fare. Ndaj e dashka të mesazh, dhe nuk është problemi këtu tek nuk mund t'i vëm dot gishtin, sepse shumë postime kanë qenë ndoshta vetëm fituara se i vën gishtin. Ne nuk vëm dot gisht sepse mund të jetë dhe një psikopat. Ka njerëz që janë psikopatë. Eksakt, që e bën një gjë dhe përballë njerëzve për fat të keq. Po njerëz atë nuk ja bëjnë dot njerëzve, dhe ja bëjnë kafshët. Nuk janë dot të njerëzit se kanë frikë dhe janë të dogot. Ato ka njerëz që kanë nevojë për psikolog. Sigurisht, edhe për më shumë se aq. Ne nuk e aktivizojmë absolutisht praninë e psikologut në terapi tona, në shërimet tona. Por duhet dhe nuk e kemi edukatën. Ka pasur raste që ti se ti gjithmonë e ngre zërin, po ka pasur raste që vërtet ke qenë mirëfillje përfshirë në me mishe edhe me shpirt dhe me kocka në këto protestat që bëhen apo në këto ngritjet e zërit për të sensibilizuar fillimisht masën, edhe më pas për të marrë hapa akoma më konkret për mbrojtjen e kafshëve. Me të në drejtën i bie domethënë duke parë reagimet, dhe duke parë që dikush kërkon ta përdori kauzën e qenëve, dhe nuk dua unë që të përdora qenë për asnjë kauzë, sepse unë nuk kandidoj as për deputete, as nuk kandidoj për politik, as nuk dua nuk dua t'ja di kush është PD, kush është PS, absolutisht. Sepse edhe në të ardhmen nuk dua të jem kurrë brenda politikë, dhe as nuk kam atë vizion për veta. Kështu që jam komplet neutrale në këtë pikë. Kur unë them dua diçka të 100%, e dua për qenë, dhe nuk më intereson fare politika. Dhe këtë duhet të kuptoni. Domethënë, kur ne duhet të kërkojmë ditë një zgjidhje për qenë, duhet ulemi dhe të gjejmë një zgjidhje për qenë, që do të thotë të bëhet një streh dhe një sistem, o të kopjohet nga Europa, ose të dërtojmë ne një projekt. Domethënë, le të bëhemi kopjat, nuk ka rëndësi, vetëm të jenë mirë ata. Kjo është kaos për qenë. Pra mos ketë qëllime përfitimi nga pas. Nuk dua të dëgjoj asnjë llak tjetër, se kush është politika, se kush e bëri, se kush është ky. Ne fajtorin nuk e gjejmë dot, kishim kamera lart, se kush mund t'i trajtojë qenë në mënyrë makabër. Por të zgjidhim këtë që ka ngelur. Nëse ka ngelur 1.000 qenë në gjithë Shqipërinë, dhe të ndërtohen 10 streha, me këtë lloj standardi, me këtë lloj zinxhiri pune, ne të kuptojmë që po gjejmë një qenë në rrugë, dim të kush streka çojmë dhe dim se e gjejmë tek ajo botë. Dhe një njeri që kërkon të strehojë apo të adoptojë, shkon te streha dhe adopton. Një njeri që do të bëjë bamirësi, shkon te streha dhe bën bamirësi. Patjetër. Dorina, ishte një kënaqësi e veçantë që të kishim në radio për të folur për këtë temë, dhe faleminderit shumë për atë që përfaqëson dhe për angazhimin tënd në raport me një kauz që është shumë e rëndësishme për gjithë shoqërinë. Po edhe që gjithmonë ditë falësh dashuri kafshës, edhe gjithmonë e trajton si pjesë tënde, se në të vërtetë është pjesë e jona. Ne duhet të kuptojmë që jemi
njësh me natyrën dhe nuk mundemi do të devijojmë. Të uroj ditë të mbarë dashur edhe suksese në çdo projekt dhe punë tënde. Të presim në radio. Live from Tirana.